Këtë herë në emisionin Story kam vendosur që të sjell në vëmendje historitë personale të shkurtra të 6 personazheve të cilët do t'i ndjekim pas pak. Bëhet fjalë për njerëz të Pogradecit të zakonshëm, të cilët me iniciativat e tyre, por dhe me punën e tyre të përditshme, kanë shkruar ashtu në librin e tyre të vogël të historisë detaje shumë interesante. Pikë së pari, do ta nisim me një destinacion turistik i cili vitet e fundit është bërë mjaft i vizituar, jo vetëm nga vendasit, por edhe të huajt. Bëhet fjalë pikërisht për Gurin e Kamjes, një nga destinacionet natyrore tashmë më të vizituara, me një shteg të vetin turistik dhe që gjithmonë më tepër po shfaq interes. Do të sjell me vëmendje një udhëtim turistik të disa personazheve interesante të cilët kanë shkuar drejt Gurit të Kamjes, duke ngritur kështu edhe një apel për të bërë disa investime në këtë zonë, të cilat konsistojnë tek shërbimi, pasi të shumt janë njerëzit që e vizitojnë, por nuk ka shërbim për të qëndruar edhe më gjatë në këtë zonë të mrekullueshme gjeonatyrore të Pogradecit. Ndjekim materialin e parë dhe më pas materialit të Gurit të Kamjes do të jetë një histori shumë interesante e Ajet Hamollit, i cili po ashtu në këtë zonë vendosi që pas shumë vitesh të kthehet nga Tirana dhe të investojë në një fermë gështenjash, një investim i financuar edhe nga shteti shqiptar, i cili shumë shpejt pritet të kthehet në një nga zonat me një potencial shumë të madh të prodhimit të gështenjave, por nga ana tjetër edhe të shërbimit ndaj ata apasionuarve pas natyrës. I ndjekim. Vitet e fundit, interesi është në rritje për të vizituar jo vetëm monumentet e natyrës, po dhe ato të kulturës. Pra turizmi i natyrës po një zhvillim, le të themi, vitet e fundit dhe në Pogradec, po dhe në rajonin e Korçës, pasi ne jemi në bashkëpunim me Korç Alpin që zhvillon aktivitetin në Korç dhe me një grup të rinj nga Librazhdi që janë fokusuar në Parkun Kombëtar të Shebenikut. Pra le të themi, jemi munduar që ta shtrim turizmin e natyrës pak më gjerë se Pogradeci, pasi kemi mjaft destinacione që njihen pak nga turistët. Sigurisht që kjo guidë është ndërthurur, ka vlera natyrore, siç e thatë ju, ka statusin e monumentit natyrës, është shpallur si monument natyrë që në vitin 2002. Gjithashtu ka dhe vlera historike, pasi siç dihet, në 28 korrik të vitit 1912, patriotët apo banorët e zonës së Gorës kanë shpallur pavarësinë e tyre që në korrik të 1912, pra 4 muaj para se të shpalleshe pavarësia në Vlorë. Gjithashtu, në luftën e parë botërore, Guri i Kamjes ka shërbyer si një kull vërtimi për ushtarët francezë, pasi siç dihet nga historia, Pogradeci ishte i ndarë midis francezëve dhe bullgarëve. Në fakt, këto janë mundësi për ta diversifikuar paketën turistike të rajonit të Korçës, për t'i dhënë më tepër mundësi përveç turizmit kulinar, kulturor, historik, ne shfaqim edhe bukurinë natyrore të cilat duhen promovuar ose njihen pak. Sot kemi një grup relativisht të madh vizitorësh, alpinistësh, të cilët po vizitojnë këtë. Kemi gati 40 pjesëmarrës sot. Mund thua që me të rinjt ishte për herë të parë të bashkuar për të prekur këtë maj sot me të borë, që solli kënaqësi të madhe për moshat tona dhe për mua në veçantë, në të cilën mjaft të tjerë do të frymëzohen dhe do të afrohen me grupin e të rinjve për të provuar shijet e natyrës, si dhe aftësitë e tyre fizike për të ecur dhe më tutje në moshë. Sigurisht ka një veçori ky aktivitet. I ka larguar të rinjt nga divanet për të parat Big Brotherin që e pëlqejnë shumë, por kanë lënë ato uqjet e tyre të kafeve, të cigareve, të alkoolit, cilat stimulojnë edhe nga emisionet televizive dhe kanë dalë në natyrë ta shijojnë atë. Është shumë më e bukur se sa ajo kohë që ri brenda
mban Erdogan, mban Araki. Guri Kami tashmë është pjesë e hartës turistike të Pogradecit, duke diversifikuar mjaft hartën turistike të tij. Është i shënjuar, bën pjesë edhe në harta siç e tham, dhe është një nga atraksionet më të rëndësishme turistike, sidomos ato natyrore, duke zhvilluar më tepër ekoturizmin dhe turizmin malor. And I'm impressed about this place. This is also visible from Ohrid. We could see this remarkable mountain. So I'm glad that I'm on the spot, and I would recommend to all who are coming to Pogradec and visit Albania to come to this place and to enjoy this fascinating view to the Ohrid Lake and to the surrounding mountains. This is really excellent view, and this is really excellent trip. Greetings. Po shumë mirë u kënaqa, me thënë vërtetën. Është çik ndryshe nga ecjet e tjera, aq më tepër ke momenti kur fillojnë këndojnë gjithë këngë korçare. Pastaj edhe ke lufta me topa por është shumë e bukur. O bisedojnë, të na fejojnë, jo trema të nde, mos me të tremën time. O bisedojnë, të na fejojnë, la 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 la. Për tek kësaj është destinacion shumë i lezetshëm mendoj unë, për ata që janë këtu afër, po edhe për tjerë që mund të vinë nga Tirana, sepse mund ta shoqërojnë me një vizitë në Pogradec, ndoshta edhe në Korçë pastaj. Dhe është një zonë që ka gjëra për të ofruar, por që nuk janë vënë në dukje, nuk janë nxjerrën pa mjaftueshëm. Po është diçka shumë interesante, është një vlerë shtesë për këtë zonë kaq të mrekullueshme siç është Pogradeci dhe Korça. Po përpiqemi që të alternojmë pak edhe në ofertën tonë turistike. Nga Shebeniku të ofrojmë edhe pjesë të Pogradecit, po pse jo edhe pjesë të Juglindjes, pjesën tjetër të Juglindjes të Korçës, siç është Korça. Ky është një nga destinacionet që unë kam shumë për zemër fakt. Është relativisht i lehtë për gjitha moshat dhe ka pamje fantastike, sidomos kur del te pjesa e majës të Gurikamjes. Është shumë fantastike. Synojmë që ta promovojmë çik më shumë edhe të pjesa e librazhit të pjesë, edhe të kemi edhe më shumë vizitorë që do të vinë na bashkojnë në udhëtimet e ardhshme. Oferta të limituara. Përfitoni 50% ulje për çdo produkt. Përpara meje kam kondicionerin 24000 BTU me klasë energjie A3+ në ngrohje dhe ftohje. I vetmi në tregun shqiptar. Prodhimi vitit 2024. E përfitoni nga 1800 euro në 900 euro dhe garanci 7 vite nga Eco Concept. Blini zgjuar dhe kurseni për xhepin tuaj.
Unë jam lindur dhe rritur për rreth 20 vite në fshatin Dardas. Kam ikur në Tiranë në vitin 91 së bashku me familjen dhe para 7-8 vjetësh jam rikthyer në fshat duke punuar parcelat tona që kishim, duke mbjell dardha, moll, qeshi. Jam marrë me biznes gjatë gjithë kohës, nga 97-98 e këtej, duke parë interesin që qeveria shqiptare, Bashkimi Evropian, njerëzit në tërësi filluan të ktheheshin fshatit. Unë kam patur një dëshirë të madhe për të jetuar në fshat, me thënë drejtën, e kam dashur këtë vend shumë. Dhe u riktheva nga dal, duke plotësuar këto parcelat e mia, duke sistemuar një banesë për të jetuar aty në fshat, pasi e kishim shitur edhe banesën. Në vitin 2019 mora rreth 33 hektar toka me qira nga Bashkia Pogradec, për afat gjatë. Në vitin 2020 kam aplikuar pranë AZBR-s dhe kam marrë një grant nga AZBR-ja, të cilin e kam realizuar në vitin 2021 nga shkurti deri në tetor të 2021-shit. Ai grant konsistonte në investime në ferma, në mbjellje gështenje, në rrethim të parcelave, në ujitje me pika të këtyre parcelave, për mjete bujësore, traktor, freza, plug, të gjitha këto, dhe ambiente sanitare për punonjësit dhe për firmë. Isha skeptik në momentin e parë kur aplikova, harxova disa lekë me projektet me këto dhe isha i trembur. Dëgjonim njerëzit, dëgjonim kështu që është e vështirë për ta marrë, për ta bërë, po Zoti e deshi dhe njerëzit e AZBR-s u treguan shumë korrekt dhe shumë në një farë mënyrë nuk e besova kur më thirrën dhe më thanë ai se je fituesi i grantit. Dhe ai moment më bëri që të ndjehem edhe një herë më shumë i përgjegjshëm dhe i lidhur me fshatin. Fillova punën, i kam mbaruar gjitha këto investime që thash, i kam mbaruar për një afat shumë të shkurtër, nga shkurti deri në tetor. Në tetor kam marrë tetorën në dorë, ka qenë livrimi i komplet grantit. Domethënë kam mbyllur të gjitha detyrimet financiare dhe tani un kam 33 hektar gështenja, 33 hektar të mbjella me gështenjë. Po pjesë e grantit janë vetëm 17 hektar, pasi 17 të tjera, të cilat janë në krahun matan Kodrave, janë në zonën tjetër, ato i kam mbjell me fondet e mia. Unë me thënë drejtën nuk jam i fushës bujqësisë, po dëshira dhe ajo kënaqësia që ndjej kur vi këtu në fshat, se këtu jemi 1250 metrë mbi nivel e detit. Më solli dhe i kam hyrë me shumë dëshirë, me shumë pasion. Me dhe në 2025 ne presim prodhimin e parë, presim na vinë fondet e para nga gështenjat. Përveç dëshirës të madhe që kam për fshatin dhe dashurisë që kam për njerëzit, për bashkëtarët, për gjithë njerëzit këtu, se jam i lidhur, kam jetuar 20 vite, jam rritur në këto male, në këto kodra, ishte edhe rruga Qukës Qafploç, e cila për 1 orë 20 minuta na sjell këtu. Me shpresën e Zotit dhe me premtimet që ka dhënë qeveria, themi që do mbyllet për një afat shkurtër, por ne përsëri kemi rrugën nga fshati që megjithëse ka probleme si rrugë, po unë e kam restauruar 2-3 herë, e kam sistemuar, e kam niveluar dhe do vazhdoj derisa të bëhet rruga kryesore që të lidhemi direkt.
Projekti i radhës është që unë, dëshira ime nuk është ëndër, se ëndrat janë shumë të mëdha, po dëshira ime është që te kjo parcel ku jemi tani, e cila është 5.2 hektar, aty në Kodër, ku duket liçeni dhe gjithçka, siç e pasqyruat dhe ju besoj, dua të bëj një agroturizëm. Një agroturizëm me një restorant dhe disa dhoma sipër, druri të gjitha, do me në çdo gjë e lidhur dhe në respekt të ambientit, në respekt të mjedisit. Edhe 4 vileta druri me madhësinë 60-62 m2, cila do kenë nga 2 dhoma, të kompletuara, edhe ato çdo gjë pa futur një karrocë beton, çdo gjë do jetë mbi sipërfaqe, e cila është e pasqyruar me rrugica për të bërë xhiron e mëngjesit njerëzit që do vinë këtu. Do kemi panelet fotovoltaik, megjithëse korrentin e kemi sjell këtu, kemi sjell transformatorin me ndihmën edhe të OSHE-s, por edhe të financimit që kanë bërë vetë si individ. Edhe do jetë vendi për kampinget që do vinë të huajt, pasi këtu po kalojnë ditë për ditë po shtohen të huajt. Po vinë njerëz që po kalojnë dhe nuk kanë ku të qëndrojnë, nuk kanë ku të rrinë natë, që të kenë ujin, të kenë dritat, të kenë tualetin. Fal monumentit natyrës që është një perle, që ne jemi rritur në atë gur, dhe është një diçka që të gjithë njerëzit kur vinë ngelen të habitur, pasi zonën tonë nuk e njohin shumë dhe duhet bërë diçka më shumë edhe në drejtim të promovimit të kësaj zone nga të gjithë ne, po nga dalë me shpresën e Zotit themi që gjithçka do shkojnë në vend vetë. Muaj më parë, e gjithë Shqipëria, ashtu si e gjithë bota, patën një mbyllje të madhe si pasojë e Covid-19 dhe sigurisht që ishte një dramë shumë e madhe që pasoi shoqëria jonë. Por nga ana tjetër, pati edhe njerëz të cilët gjatë kësaj periudhe që ne qëndronim të mbyllur, merrnin iniciativa për të ndihmuar qytetarët ose shokët e tyre. Bëhet fjalë për 2 të rinj, të cilët gjatë periudhës së pandemisë arritën të krijojnë një program shumë interesant të zgjidhjes së detyrave kryesisht në matematikë. Kristi dhe Klajdi arritën të krijonin programin 2+2, duke i dhënë kështu një mundësi shumë të mirë të rinjve për të bërë mësimin online. Nga ana tjetër, tek historia e personazhit tjetër, do të jetë një inxhinier i cili ka vendosur që pensionin e vet mos e kaloj duke qëndruar në shtëpi apo duke luajtur letra apo domino, por të merret me diçka shumë të mirë. Do sjellim në vëmendje Maqo Lolin, i cili gjatë viteve ka arritur të krijojë një fermë shumë interesante në zonën e Kabashit të Pogradecit, aty ku ka ndërtuar edhe një ashensor të vetin për të zbritur vetë, por dhe produktet që prodhon në fermën e tij, shumë fruta dhe shumë gjëra të bukura të cilat i ndiqnin në materialin që vjen. Unë jam Klajdi Xhambazi, jam 20 vjeç, dhe vi nga qyteti i Pogradecit. Aktualisht studioj për mjekësi në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Mjekësisë të Tiranës.
Unë quhem Kristian Angja, jam 20 vjeç dhe studioj në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë për lëndën mjekësie e përgjithshme. Para 3 vitesh, në vitin 2020, kur sapo kishte filluar pandemia, kemi iniciuar një platformë online ku jemi përpjekur të ndihmojmë bashkëmoshatarët tanë me lëndët mësimore. Ne kishim kohë që e kishim ndërmend këtë zhvillim të ri, sepse prej kohësh kishim aplikuar mësimin online për veten tonë, pra për nevojat tona personale, sepse kemi filluar të përgatiteshim për olimpiadat kombëtare të shtetit tonë. Ideja për të bërë diçka të tillë në fakt ka lindur para periudhës të pandemisë, por mendoj që periudha e pandemisë ka qenë katalizatori. Gjatë periudhës së pandemisë pati një ndek në fakt në çfarë do lloj fushë dhe kjo ndodhi edhe në fushën e arsimit. Shumica e mësuesve ishin pa përgatitur edhe për shkak të moshës për të përdorur ato platforma siç ishte Zoomi, Google Meet dhe tash. Dhe shumica e studentëve për gati 2 javë mbetën, gati 2 javë të parë, domethënë mbetën pa marrë leksione ose pa marrë mësime fare. Gjatë asaj periudhe ne menduam që duke e pasur idenë që më përpara që të bënin diçka të tillë, ne menduam se mos e bëjmë tani. U duk pak e çuditshme ose nuk pati shumë mbështetje, sepse mendonim si mundeni ju si gjimnazist të ndihmoni bashkëmoshatarët tuaj për diçka që nuk është bërë deri tani nga mësuesit edhe nga të tjerët që janë më shumë të përgatitur se ju, dhe kjo ka qenë paragjykimi i parë. Ne, kur e kemi hapur si fillim, e kemi hapur vetëm me 2 landë, vetëm me fizikën edhe me kimin. Edhe para se ta lançonim në fakt platformën, kërkuam që të gjenim edhe miq të tjerë që të bënin lëndë të tjera. Dhe shumica nuk pranuan, në fakt e prandaj vendosëm që të hapim vetëm ne të dy, ishin shumë skeptik. Ti duhet ishe në 100% performancës tënde në mënyrë të tillë që ai personazhi mbrapa kamerës që do ta shikonte videon të mos linte asgjë pa kuptuar nga ajo temë e caktuar. Besuam te ëndra që kishim, vazhduam dhe me kalimin e kohës, kur filluam që të prodhonim material, pra kur filluam që të ndihmonim vërtet bashkëmoshatarët tanë, atëherë e kuptuam, atëherë në një farë mënyrë thyem një barrierë që njerëzit e tjerë mendonin se qëndronte, që nuk mundeshim të ndihmonim. Dhe na u bashkuan dhe njerëz të tjerë më vonë dhe vazhduan të na mbështesin me kalimin e kohës. Kjo ka filluar para 3 vitesh dhe nuk është ndalur që atëherë. Kemi sjellë përmirësime nga më të ndryshme, qoftë në video format, qoftë në temat që caktojmë, qoftë në përgatitjen tonë individuale. Dhe vazhdojmë akoma dhe sidomos kohët e fundit kemi patur një mbështetje shumë të madhe nga bashkëmoshatarët tanë, që janë pashtu studentë në universitete të ndryshme në Shqipëri dhe jashtë, pra që janë shqiptarë por që studiojnë në universitete jashtë vendit. Dhe shpresojmë që në të ardhmen të kemi zhvillime shumë herë më pozitive se këto që kemi patur deri tani. Në fakt ka video leksione në internet, janë të shumta, por shumica nuk janë, ose le të themi shumë pak janë i gjuhën shqipe. Dhe unë besoj që shumica e nxënësve shqiptar aty gjetën vendin e vetëm ku shpjegoi fiks çfarë ata dëshironin, ku shpjegoi çdo gjë sipas kurrikulës së arsimit shqiptar. Dhe prandaj mendoj se pati shumë përqyeshmëri. Përveç se studentëve dhe nxënësve që shikonin, ne kemi pasur edhe shumë kërkesa për të na u bashkuar. Dhe në këto moment jemi 3 studentë, të 3 studentë të Universitetit Mjekësisë që bëjmë 3 lëndë. Gjithashtu kemi edhe 2 miq të tjerë që kanë shprehur dëshirën e tyre për të na u bashkuar në mënyrë të tillë që të gjithë kurrikulën e para universitare, do të thënë gjithë kurrikulën e gjimnazit, me shpresë dhe besim që brenda shtatorit të vitit që vjen ne ta mbyllim përfundimisht. Për shembull, një shoqja ime më ka thënë, është nga qyteti i Gramshit, më ka thënë që profesori i tyre i matematikës i thoshte studentëve që shikonin se është 2+2 në YouTube, që i shpjegon videot e matematikës, dhe nëse keni diçka që nuk keni kuptuar, mund të shkoni atje dhe pastaj të diskutojmë te klasa. Ne shpresojmë dhe dëshirojmë shumë që përveç gjimnazit, ta shtrim platformën tonë edhe në kurrikulën e universitetit. Çfarë studion sot? Unë sot studioj mjekësi në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Jam në vitin e 2 dhe shpresoj që ta përfundoj me sukses. Dhe pas kësaj, patjetër që dua të kem shumë eksperiencë në klinik, pra të punoj një periudhë kohe dhe më pas duke parë rastet konkrete, duke parë jetën e përditshme, pra se si funksionon mjekësia, do të zgjedhë specializimin që akoma nuk kam vendosur. Është vërtet fakti që ka një lloj vështirësie që vjen me zgjedhjen për të jetuar këtu ose për të studiuar këtu, pra është një lloj vështirësie që vjen me këtë fakt, për shkak se jemi një vend në zhvillim. Por mua më pëlqen që të jap kontributin tim me aq sa është mundësia ime që të kontribuoj në këtë vend. Edhe nuk kam ndërmend që të largohem, përveç se nëse do të ishte për studime specializime, nuk kam ndërmend që të largohem dhe dua që ta jetoj jetën time këtu ku jam rritur. Mendoj që për veten time nuk dua të largohem nga Shqipëria, më thënë drejtën, për të jetuar. Për një specializim ose për të marrë dije të tjera jam shumë i hapur. Megjithatë, për të ndërtuar jetën time, dua që jetën time ta ndërtoj në Shqipëri.
Është një thënie që e thot babi im shpesh, që guri rënd vend vet, edhe mendoj që nuk kam se unë, po edhe gjithë rinjtë e tjerë, t'japin kontributin e tyre në një vend tjetër, kur vendi jon, me thënë drejtën, ka hapësira për të përmirësuar dhe për të ndihmuar. Prandaj ka nevojë për ne, po pra. Prandaj mendimit që edhe jetën time do ta ndërtoj këtu në Shqipëri. Oferta të limituara. Përfitoni 50% ulje për çdo produkt. Përpara meje kam kondicionerin 24.000 BTU me klasë energjie A3+ në ngrohje dhe ftohje. I vetmi në tregun shqiptar. Prodhimi vitit 2024. E përfitoni nga 1.800 euro në 900 euro dhe garanci 7 vite nga Eco Concept. Blini zgjuar dhe kurseni për xhepin tuaj.
Që ardhmja mund të jetë me disa shtëpiza të vogla ekologjike për të bërë edhe një agroturizëm i cili është mjaft i kërkuar nga të huajt. E kam ender. Nuk e di. Nëse ti Pogradec ose lëviz nëpër Pogradec për të parë se çfarë ndodh në këtë qytet, jo vetëm turistik, do gjesh edhe personazhe shumë interesant, të cilët kanë arritur të japin një kontribut shumë të çmuar në jetën e qytetit. Profesionet e lira, siç do të jenë ata të cilët do të sjellim në vazhdimsi, janë një pjesë shumë interesante e Pogradecit, sepse janë të trashëguara qyse shumë vite më përpara. Do sjellim në vëmendje Rroba Qepsin burr të Pogradecit, zotin Margarit Bllazhde, i cili na flet për profesionin e Rroba Qepsit, si ai e ka nisur, si e ka vazhduar dhe si vazhdon në ditët e sotme dhe se si e shohin njerëzit faktin që një burr që nuk është shumë e zakonshme në vitin që jemi të bëjë rolin e Rroba Qepsit, gjithmonë më shumë një profesion në zhdukje në fakt, por që shumë interesant që realizohet nga Margariti, dhe nga ana tjetër një tjetër profesionist i lirë do të jetë Altin Pojanaku, i cili vjen nga një familje e vjetër pogradecare, furgjinsh. Pikërisht do të sjellim në vëmendje Furrën Pojanaku dhe Altinin, i cili për shumë vite me radhë ka trashëguar zanatin e gjyshërve të tij, duke e sjell deri në ditët e sotme. Një prej furrave, e cila gatuan prodhime tradicionale fantastike të Pogradecit dhe ku kërkesat nuk janë vetëm nga qytetarët e Pogradecit, por nga e gjithë Shqipëria, sidomos për rastet e festave. Ju ftoj të ndiqni edhe këto dy profesione. Në fillimisht do më kam mësuar pantallonat atje. Dhe ka qenë një gruazoj, që më ka ndërur dhe koka që më ka mësuar pantallonat në atë mënyrë të qepurit me cilësi, po me cilësi po vërtet. Nuk ka problem, dhe më tre një do të shurim, dhe më tre këtu janë e pak tjetër. Diku në
Kur nisi për herë të parë ky lloj zanati dhe si nisi, çfarë mund të thuash? Fill pas klasit, pas mbarimit të shkollës 8 vjeçare, domethënë klasës 8. Iniciatori ka qenë më, duke patur dëshirë që të bëhem rroba qepës, i vllai i saj, domethënë ndajua im, i vllai i mamas, Vasil Tasellari e quajnë, ai ka ndruar jetë. Po ka qenë rroba qepës, edhe ka qenë rroba qepës i mirë. Edhe këte nga ana e babait, domethënë kemi pasur ja 2 niprit e babait kanë qenë rroba qepës edhe ata. Edhe kjo ka qenë trashëgimia familjare. Ishte diçka që ti doje ta bëje apo drejt me thënë unë që shikoja kur qepte dhe dajo dhe ima ynë në makinë qepte diçka për të lehtë, kuptohet. Si nisi? Nisi me punishtet tënda? Jo, ajo ka filluar domethënë tek reparti rroba qepësisë speciale. Aty ka qenë një kolektiv i shkëlqyer, që nga ustaj edhe tek unë i kam konsideruar të gjithë ushtallarë sepse të tillë ishin për mua, domethënë. Kam punuar derisa në vitin 82 në janar kam shkuar ushtar, kuptohet e siç ishte koha e hershme, pas 2 vjetësh domethënë kthimi nga ushtria përsëri ka filluar punë rroba qepësi. Dhe kem vazhduar punën, kuptohet, deri në vitin në shtet, domethënë, siç ishte koha e hershme e sistemit, deri në vitin 1991 dhe nga fundi i këtij viti, dhe pastaj kaluam privat. Filloi të shpërbej ndërmarrja. Atëherë ka qenë kryesisht ka pasur shumë punë sepse kuptoj që rrobat e gatshme nuk kanë qenë treg ose kanë qenë të pakta dhe nuk preferoheshin nga qytetarët, desh në them. Kështu që i drejtoheshin rroba qepësive për të marrë një shërbim më të mirë, domethënë qepjet ishin nga më ndryshme, duke nisur nga kostumet, paltot, pardesy, pantallona. Ne kemi qenë rroba qepësi speciale dhe puna ka qenë aq e shumë sa, siç u thash pak më parë, edhe nuk përballoje. Pastaj filloi të bjerë, gradualisht filloi të bjerë kjo e porosive për gjëra të reja, desh në them, për kostumet. Dhe hyn më shumë në linjë, domethënë në linjën e punës të rroba qepësit, hyn më shumë pastaj këto riparimet, rregullimet e këtyre rrobave të gatshme, si të reja dhe të përdorura bashkë. Tashi profesioni rroba qepësit në një farë mënyrë është, unë them, është profesioni i nderuar dhe i respektuar, mirë po është puna se në këtë drejtim domethënë ka rënje në formimin e prezit të ri si në meshkuj dhe në femra në drejtim të marrëdhënies për punës me rroba qepësin. Nga rroba qepësit që kam njohur unë në të parët, ka qenë dajua im, e quajnë Vasil Tasellari, rroba qepës derisa doli në pension, ustaj ku kam punuar unë, cilën e quajnë Jani Mato, Ferik Blaceri, Kristaq Kerti, Dimitraq Kreste. Kanë qenë dhe shumë gra, unë duhet përmend dhe ka qenë vërtet një nga gratë shumë punëtore dhe shumë të sakta në lidhje me punimin e zanatit. Ka qenë një polikseni shkurti dhe biles asaj ka mësuar pantallona që t'i qep aq cilësi. E para njëherë ti e ke trashëguar këtë zanat, apo e trashëgon dikush tjetër nga familja juaj? Të gjithë, tash normal është që të shkollohen të gjithë, po në fundit edhe dikush duhet ta bëj këtë punë, sepse i bie pastaj që duhet të shkojmë apo duhet na vinë nga jashtë edhe rroba qepësit, është pa kuptim edhe kjo. Siç edhe po vinë këto fasonerit, kuptohet që po vinë, po të paktën në këtë mënyrë, siç punoj unë sot,
Edhe dikush tjetër në mënyrë artizanale të paktën duhet të vazhdoj kjo traditë. Unë do thoja që në lidhje me familjen time kam dy çuna binjak dhe njëri nga ata e ka me qef, nga çunat që bëhet rroba qepës, po edhe vjen tu tek rroba qepësia që ka dëshirë që të mësoj diçka. Mirë është që kaloj që të kemi brezat e ardhshëm që dikush na i shërbej këtij qyteti, klientëve të këtij qyteti. Është tepër normale. Oferta të limituara. Përfitoni 50% ulje për çdo produkt. Përpara meje kam kondicionerin 24.000 BTU me klasë energjie A3+ në ngrohje dhe ftohje. I vetmi në tregun shqiptar. Prodhimi vitit 2024. E përfitoni nga 1.800 euro në 900 euro. Dhe garanci 7 vite nga Eco Concept. Blini zgjuar dhe kurseni për xhepin tuaj.
Qiqra, po edhe në Mokër, po edhe në trebat e tjera të qytetit tonë. Dhe në çdo traditë, dhe në kohën e verit, nuk ka shequr si traditë, nga dasma. Në çdo sebeb që beshin, bukët me qiqra i benin vetë. Edhe në vdekje, benin shë një lloj buke që quhet mish. Veshën me brumë të thartë, edhe ajo është nga bukët më të mira. Përveç këtyre është dhe lakror me dy pejtë. Tikushi ka qenë është tradicionali qytetit tonë, tikushi. Është një bukë e cila ka qenë, ka qenë një bukë e vjetër si recetë. Por ne tash po e sjellim përsëri atë, bukë me brumë, dhe nuk ka maja. Është një bukë shumë e mirë, me vlera ushqyese. Është ky mielli që ka katër lloj miellash brenda dhe është një përzierje miellash dhe një bukë shumë e mirë, e shkëlqyer. Ne kemi filluar, domethënë, shikojmë me curim. Ta u munduam të sjellim në vëmendje 6 histori të ndryshme të Pogradecit, duke filluar me Gurin e Kamjes, një zonë e cila premton shumë zhvillim të madh në turizmin malor dhe natyror në të ardhmen, për të kaluar po në aty tek Ajeti me fermën e vet të Gështenjave, i cili synon që po ashtu në të ardhmen të ofrojë një agroturizëm, për të vazhduar me 2 të rinj të cilët dhanin ndihmës shumë të madhe në periudhën e pandemisë, por që besoj që në vazhdimsi pasi të përfundojnë studimet do t'japin edhe më shumë për shoqërinë, sidomos në fushën e mjekësisë, për të shkuar tek Maqo Loli, një pensionist i cili ka zgjedhur që të mos jetë një pensionist që të rikot gjithë ditën, por të bëjë diçka të mirë me vitet e jetës që i kanë mbetur, me Margaritin dhe Altinin, me profesionin e tyre janë të shtuara Pogradecit.